Dashur, të falenderoj shumë që në studio nga Tirana mirë dhe mirë se unë s'di se si të falenderoj më shumë. Faleminderit shumë që në studio. Unë jam mirë dhe me zi po e prisja këtë intervistë. Shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësia e madhe. Është kënaqësia e gjitha ime. Jam the pak para se të hyrim në studio që të kanë thënë edhe shoqet që ke marrë dashuri shumë nga Kosova. Si të bërë më ndje? Shumë mirë. Unë Kosovën e dua. Kam një lidhje të veçantë me Kosovën sepse duke filluar nga koha e luftës, njerëzit e mi kanë mirëpritur në shtëpitë e tyre, vëllezërit tanë kosovare dhe ka qenë një lidhje e veçantë me Kosovën, edhe unë e kam mbajtur si traditë bashkë me shoqet e mia që i vlerësoj si motra. Po më lënë me nënkuptu që vizitat në Kosovë nuk është që i ketë ralla, vjen shpesh. Vi shpesh, po. Cila është njësia kur e kalon kufirin dhe jenë Kosovë? Vendim, e dua, e dhuroj, njerëzit janë shumë të dashur, janë shumë të mirë edhe unë Kosovën e dua gjithmonë, ne vem vend parë. E di ku i kemi vrejtur, sepse me kosovarët në Big Brother i e sill shumë mirë. Po. Që na kemë bajtë shumë mirë kosovarët atje me shoqëri dhe me muhabet, që ka mund bërë shumë qefi që në intervistën tënde të parë në Kosovë je bashkë me mua këtu. Edhe kur e bëra për lajmërimin më rdhënaq shumë pyetja, shumë komente sepse interesi është shumë i madh për dëgjuar Greten. Tek ty si po e përballon gjithë këtë vëmendje pas zbigut, apo pse që ftesa ke shumë gjithandej me dashuri në rrjetet sociale, por edhe në rrugë, si po të bërë mundje Gret? Normalisht ka qenë një ndryshim drastik, do me thënë, nga jeta e Gretës më parshëm deri tani. Normalisht mundohem të jem ajo Greta që ka qenë gjithmonë, sepse në fund ditës është një rrugtim që na ka ndihmuar dhe të rritemi në vetvete, por mbi gjitha dashuria vlen edhe po mundohem ta menaxhojmë më së miri dhe t'i kthej përgjigje të gjithë njerëzve për çdo gjë që kanë nevojë t'i rri sa më afër dhe shoqërisë, familjes, por edhe publiku gjithashtu sepse ajo vlen mbi gjitha. Mua më pëlqen të rri afër njerëzve, të përcjell pozitivitet edhe dashuri, kështu që ajo është mbi gjitha primare. Në çfarë pike tjetër ishte kur të bë ftesa për Big Brother? Sa pa te pikë pyetje nëse do të hyjë në mes të këtij rrugtimi? Më fal pak. Atëherë ka qenë, në fakt un kam një 2-3 vite që më kanë ardhur disa ftesa dhe këtu në Kosovë dhe në Shqipëri. Por kam qenë gjithmonë më dyshje, plus kam patur dhe punë jashtë angazhime dhe nuk kam dashur ti ndërpres. Më erdhi ftesa këtë vit edhe thash, e din qa, unë po e provoj një herë, sepse një herë të vjen në jetë, shtu që më mirë. A ishe gati për përballuar këtë edicion, për përballuar gjithat vëmendje, si e pritë dhe si doli dua ta di? Atëhere, unë në jetën time reale nuk jam përballur kur me situata kaq të ashpërta dhe të egërta. Do me thënë, unë në jetën reale, sidomos në Itali, se unë kam lindur në Itali dhe kam jetuar tër jetën atje, kam 1 vit e gjysmë, 2 vite në Shqipëri. Edhe nuk më ka përballur jeta me këto lloj situatash, edhe disa herë u ndija shumë në siklet, sepse s'dija si të veproja. Edhe nga trusnia e madhe, ngarkesa, të gjitha, disa herë njeriu edhe shpërthen. Nuk... Përveç situata tash, pra ishin edhe situata përballë miliona shqiptarëve, a? Po, e vërtet. Edhe nëse ke pasur një jetë reale, tani ishe ekspozuar në çdo sekondë, çdo detaj të asaj se çfarë bëje, çfarë thoje. E vërtet, edhe gjua disa herë, unë shqyr faleminderit familjes time që unë e flas shumë mirë, dhe me thonë, e kuptoj, por në disa momente dhe gjua disa muhabete, po, e vërtet, në disa pika. Por e pata menduar më të thjesht, me thënë drejtën, në rrugtimin, por ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, i bukur, me shumë emocione, do me thënë një mix, ama një ngarkesë edhe shumë e madhe. Cili është momenti më i bukur i këtij Big Brotheri për ty? Unë e di, po, dua të ma thuash edhe një herë, po besoj që ka qenë një moment i cili ka shënuar shumë gjithë këtë edicion, jo vetëm rrugtimin tënd. Do me thonë gjithë kjo edicion i Big Brother ka qenë diku si lloj kryefjale e emryt, sepse ti ke qenë brenda, po besoj njerëzit e tuta kanë thënë kur ke dalur jashtë që ke bërë shumë zhurmë në rrjetet sociale dhe në portale. Më thuaj pak momentet tënd më të
bukur? Momenti më i bukur ka qenë kur Ono ka ardhe në shtëpi, aty mu ka dukur vetja, oh, wow, dashuri, do me thënë nga personi im i dashur, mu dukte si kur kisha 2 vite pa e takuar, se aty koha dyfishohet, do me thënë çdo gjë përjetohet akoma më shumë edhe kur e kam parë, vetëm jam thirrë edhe e shikoja, nuk... A e prisje? Jo, prandaj edhe ka qenë akoma më e bukur, sepse unë më patë thënë që unë nuk dua të jem pjesë e kësaj bote, dhe prandaj nuk donim ta përfshinin shumë, sepse ka qenë pak më i sepur, ai ka jetën e tij, edhe nuk do të përfshihet shumë të jeta personale në showbiz. Po dolin miliona të shqiptarëve, pa në gjithë shqiptarët hyrin në shtëpitë e tyre, dhe u bë... Nuk e di, u bën një qunë shumë simpatik për gjithë, edhe sot dhe kemi këtu me vete, ma djetë shoqëroj për në Kosovë, që që më thuaj pak çfarë tha kur dole jashtë. Cilat ishin disa prej komenteve ti, jam shumë kurios grejt. Ai në fakt edhe familja e tij dhe familja ime shumë të lumtur për rrugtimin, se dihet në Big Brother ka dhe ulje ngritje, por shumë të lumtur, më ka thënë që disa herë pse s'ke qenë pak më rrept, edhe i ke besuar shumë njerëzve, se unë këtë karakter kam që i besoj shumë edhe nuk e kam mendjen të... Dhe vetëm kjo ka qenë kritika, ose disa herë kur debatonin, po ato tani dihet i ka... Ky sinceriteti yt mendon që tu keq përdor pak? Po. Brenda, sepse nuk e di, reflektoj shumë një thjeshtësi, pozitivitet, ndërsa atje gjithçka është me një prapavi, me një intention më shumë, kështu që... E vërtet, po, kam qenë pak e... Dhe me thëmë ma kanë keq përdor, ma kanë marrë pak për dopsi këtë sinceritetin tim, se unë çdo gjë që thoja ishte çdo gjë që kam parë edhe kam shikuar dhe më kanë thënë edhe prandaj, por me sa duket duhet isha pak më dredharake. Më thuaj një koment interesant që morën në rrugë, po pëse ke dalë për të pirë kafe në market, nuk e di. Çfarë të la diçka për shtypi që ta tha njerëzit? Na ke knaq me humorin tënd, ke qenë shumë e mirë, nuk e prisnim daljen tënde, po si të nxorën ti. Edhe shumë gjëra tjera, por shumë komente pozitive. Unë thash para se të thoje në studio që ka qenë një befasi dhe një e papritur e dalja jote nga Big Brother, po pëse nuk e ke pritur as ti. Vjen ke që përfundoj ashtu grejt? Normal, patjetër. Unë e shikoja vetën shumë më largë, do me thënë edhe... Që po pësa janë dhe do isha aty? Patjetër, e mendoja shumë largë edhe nuk e prisja, por kështu kanë ardhur situatat, keq më vjen, por... Ke ndonjë mlef sot nga kjo studio? Ke ndonjë pak knajtësi? Ke ndonjë bezdi? Okej, disa gjëra po, normalisht, s'do dojat që të kishin ndodhur, por ashtu ka qenë shkruajtur, le të themi në gjuhën popullore, edhe it's okay, ndodhi, s'ka problem, jeta në funditës është jashtë me njerëzit tanë, edhe Big Brother jonë fillon jashtë, aty brenda thjesht tregojnë vetën, ka dinamika, ka ngacmime, ka të gjitha, por s'ka problem se jeta vazhdon, në shumë e bukur dhe gjëra të bukura na presin. Nuk e di sa xheloz është Ono, por realisht je një nga vajzat më të bukura që kanë pasur edicionet e Big Brother, dhe kjo ka marrë shumë vëmendje nga jashtë. Si të bën më ndje kur vlerësohet edhe kjo pjesë e jotja? Shumë faleminderit, falenderoj dhe publikun gjithashtu. Unë kam marrë pjesë në për kompeticione, por asnjëherë nuk kam dashur, do me thënë, të shfaq vetëm këtë anë të Gretës. Që të mbetesh aty, po. Po, vetëm një vajzë e bukur. Edhe traditat, vlerat familjare, këto janë gjërat e mia më të rëndësishme në jetë. Më bëhet qefi, do me thënë, që njerëzit mundohem ta mbaj veten sa më shumë, dhe më vjen keq që disa herë, disa vajza paragjykohen nga bukuria, do me thënë. Etiketohen me njëherë. Bravo. Pa ditur asgjë. Pikërisht. Kështu që do doja dhe publikut i thoja që në fund ditës çdo vajzë është e bukur, por secila ka personalitetin e vet dhe veçantinë e vet. Ono është pak. Është pak, a? Është normal, po s'pa xhelozi nuk ka dashuri. Ti sa je?
Edhe unë jam, po me shkujdien që janë pak më shumë tani. A të pëlqen? Ky emocion, pëlqena kur gjelozohesh, kur... Normale, çdo gjë brenda kornizave, por është normale, e kam qef, po. Okej. Në gjithë këtë rrugtim të Big Brother, që ende po vazhdona, ke thënë disa herë që ja uron fitoren Selin. Më thuaj pak, si po duket pozicionimi i saj tani si finalistja e parë? Unë e prisja, unë e dje, kisha të sigur do me thënë, më bëjt qefi, e meriton, ka luftuar për atë format, edhe ja uroj vetëm fitoren tani, më vjen keq sepse kam mbetur pa njerëzit e vetë dashur në shtëpi, jam prerë të dia krahët. Po e bën më të fort. Po e bën më të fort, mbase që është vetëm, ajo gjithmonë është e fort, por normalisht, se kishe patur njerëzit e vetë pranë, do kishe dalë edhe një anë tjetër e saj, do me thënë, jo e mërzitur, për pak më fani më e lumtur. Ajo është, por trysnia aty dhe njerëzit që s'ja dun të mirën. Okej. Po besoj që u shqetësove dhe ti u shqetësuan gjithë ata që e doan dhe voton Selin, kur hyri nëna e saj në shtëpi dhe i tha që duhet dilte. Ti po besoj nuk e di sa ke pasur mundësi të marrësh informacion, se çfarë realisht kishte ndodhur, sa seriozisht ishte kërkesa e nënës së Selin që dilte nga ajo shtëpi? Po, jo, ishe diçka serioze, por askë nuk e dinte. Do me thënë, as ne vetë nuk e dinim. Që do ta fortate. Po, erdhi diçka shumë e papritur dhe për ne. Ajo mori vendimin e vetë, sepse nga pjesa e parë që u transmetua, mbeti pak e pak kënaqur me disa komentet, disa banorëve dhe nuk u morën masa të duara për atë situatë. Dhe nga revoltimi, besoj çdo familjar që ja do të mirën fëmijët vetë do e kishte bërë. Kështu që ajo ka arsyet e veta, ka duruar dhe ajo e shkëta shumë. Se të përmendje fakti që je kunata më e famshme në Shqipëri? Më vjen mirë, do me thënë, unë në fund ditës vërtet e kam ashtu, kështu që më bëj qefi, si për mua, si për atë, edhe jam e lumtur. A duket që u tepruar pak? Po, disa momente është tepruar, se ne ende s'kemi bërë fejes, dasëm, do me thënë... Duket, ata të kur fut, nuk e marrë vetëm një promise ring, a? A i thuat ashtu? Po. Në fakt unë se prisja, unë nuk e dia fare që më kishin prezentuar si kunata, edhe kur e mora vesh jashtu, wow, thash, po, unë kisha gjitha të prezentim të bukur të karierës time. Bile dhe pa u fut të ju, dolin disa lajme që do futet kunata e Selin, nuk e dishim kush është Greta, a jeti ajo që do futet, edhe u bërë shumë një teori interesant. Me një karierë shumë të madhe pas krave dhe ngela pak do me thënë nga kjo gjëje, jo pse nga statusi, se unë jam shumë e lumtur që e përfaqësoj më së miri do me thënë, por thjesht sepse doja të dilte në pa Greta se çfarë është edhe pse është aty. Mediatek, çfarë interes të publikut. Po normale, mediat, po lajmet, portale, ato duan që s'ka. Dhe që ke një karierë shumë të madhe prapa, më thuaj pak momentin tënd më të rëndësishëm në karierë, cili ka qenë, pasi që nuk e ke thënë më herët, ku ka qenë pasi një pikë kthese për ty në aspektin tënd profesional? Me thënë drejtën, unë kam bërë disa kompeticione dhe në Itali, dhe në Turqi, dhe në Shqipëri, duke përfaqësuar Miss Shqipërinë, si në këtu në Shqipëri, si në Turqi. Dërsa në Itali, Miss Italia. Okej. Edhe mendoj momenti më i veçantë ka qenë kur kam bërë Miss Universin këtu në Shqipëri, që më janë hapur rrugët për të punuar në televizion. Do me thënë, pas daljes time në Miss Univers, një televizion më ka kontaktuar dhe nga ty filloj, do me thënë, i gjithë rrugtimi im. Por kam patur, do me thënë, kam qenë imazh e disa brendeve, revista, edhe jam marrë. A e ke dashur gjithmonë këtë botë, Greta, dhe kur ke qenë e vogël, çfarë ëndre kishe? A kishe menduar që do të jetë kjo, do ta them sinqerisht. Spektakli sinqerisht për mua. Atëherë, unë kam filluar balet 2 vjeç e gjys, edhe që në atë kohë unë kisha qef, do me thonë, fustanet, vishja takat e mami, të lyja veç, që e vogël. Edhe çdo herë kur ishe një aparat fotografik, unë çdo herë pozoja, që e vogël, do me thonë, edhe ëndra ime ka qenë gjithmonë të bëjmë ose balerin, ose një vajzë showbizi, do me thënë, të kopertinave. E kam patur. E dje që do përfundoj diku roz. Roz, bravo, të bota roz, por babi nuk e kam pas shumë pro, prandaj ka qenë pak një pengesë
në karrierën, por tani është plotësisht i lumtur me këtë rrugtimin tim edhe është mbështetja ime më e madhe. Greti, unë kam pasur mysafire shumë që kanë qenë për konkurset bukurisë dhe flitet për një botë egër shumë atje, flitet për një xhelozi mes vajza që nuk është gjithçka bukur si duket, tek ty si e përjetova, sa kishe dashuri edhe nga konkurrentet e tua atje, domethënë çfarë shije kla? Atëherë, me thënë drejtën, misi në Turqi, për mua ka qenë misi më i bukur në aspektin e trajtimit. Po, bashkë me vajzat, do me thënë se si ja kemi kaluar me vajzat, sepse kanë qenë shumë open mind edhe nuk kishin ato xhelozirët. Okej, normal, me një konkurs sa do pak do kesh, por ato nuk e ndjeja, do me thënë, mes tyre. Ndërsa këtu në Shqipëri pak më ndryshe. Mentaliteti më ndryshe. Po, ndoshta. Dhe në Itali ka qenë mesatare. Diçka mesatare. Në base pse në Turqi kemi qenë nga gjitha... Shumë nacionalitet. Po, edhe ndoshta ka qenë pak më ndryshe, por është një botë e egër, po. Po në përgjithësi je xhelozuar nga vajzat? Në disa momente dhe po, por... Në fund ditës them që se cila ka bukurinë e vetë dhe nuk dua t'i jap shumë pesh kësaj gjëje, do me thënë të ndalojmë të ajo. Ja le vetëm konkursi, do me thënë, këtë xhelozin, ja le... Vetëm garës. Vetëm garës, nuk dua të marrë diçka personale, absolutisht. Por ndodhin shumë se, do me thënë, të vjedhin takat, fshenjë, të... Nejse, janë gjërat kompeticionit. Po, më thua i pak, nga jeta jote, nuk e di në Itali, jetesa atje, pastaj edhe në vendet e tjera, çfarë të pengon më shumë ti në Kosovë, për ndoshta edhe në Shqipëri, si shqiptar në përgjithësi, çfarë të pengon më shumë ti këtë mentalitetin tonë që nga eksperiencat të tua dhe jashtë vendit doje që t'ishte si atje, mos t'ishte si këtu, ma spjego pak. Disa herë të merren në situatat pak më lehtësisht, do me thënë, sepse unë e thashe adhuroj Shqipërinë time, Kosovën time, jam kthyer nga Italia për të punuar këtu dhe unë gjendem shumë mirë. Ama në disa momente i marrin gjërat pak më rëndë se ç'duhet, do me thënë, duhet jetojmë pak më të qetë edhe mos të mendojnë vetëm negativisht. Po, vetëm këtë do doja të thoja. Po, por rrjetet sociale kur sheh çfarë të pengon më shumë ti tek të rinjt sot? Nuk di, po pse je aktive në Instagram, në TikTok? Jam fokusuar shumë te TikToku në ditën e sotme, do me thënë, do doja që të kishe një kultur të dilnin dhe të loznin bashkë me shokët, fëmijët në ditën e sotme, të loznin me shoqërinë, me futboll, me, do me thënë, të ishin siç kemi qenë ne, sepse është bërë çdo gjë me telefone dhe nuk i jep mundësinë fëmijëve të kënaqen, të argëtohen edhe të kalojnë kohë sa më të mirë. Telefoni në fund ditës është realisht stres. Unë punoj me telefonin, por në disa momente... Bëhet too much. Po, edhe në Big Brother unë nuk e kam përjetu fare... A të ka mungu? Jo, nuk më ka munguar. Me thënë drejtën, vetëm një moment, dy, kur kam pas nevojë, do me thënë që duhet të flasë me mamin, me prindrit e mi, me njerëzit të dashur. Po, vetëm në atë moment, po, për gjë tjetër nuk e kam patur fare pengesë, sepse telefoni duhet për punë, mendoj unë. Njerëzit të dashur duhet i kemi rreth e qarë, kjo është mbi gjithë. Greta, ke treguar disa herë që je rritur me shumë dashuri nga prindrit e tu, dhe si eshe të ardhmen tënde, do me thonë, sa ke instinkt nëne, si eshe zgjerimin tënd familjes, më thuaj pak. Me thënë drejtën, unë kam nisur, duket pak si absurde, se lexova dhe disa komente që po si ka filluar 14 vjeç të punoj babysitter, por në Itali lejohet, do me thënë, nëse janë dhe prindrit aty ose janë diku afër në zonë, lejohet ti mbash, do me thënë, fëmijët. Edhe unë kam filluar që e vogël, 14 vjeç, me një baby fever, a? Edhe kam shumë ndjesinë e nënës, më pëlqen, do me thënë, të kem shumë fëmijë, por... Sa janë shumë? Po, minimumi 3. Çfarë thot Ono, çfarë këtë vështrimi ka Ono? Ono, gjithmonë pro. Është okej. Sepse bara dhe puna më e madhe, po besoj në një formës e tjetër të vjen edhe ty, ja? Sepse angazhimi më i madh si nën, po momentalisht fokusi nuk është aty aspa. Për momentin, jo, sepse është karriera në mes, edhe Ono, do me thënë gjithashtu, kemi goxha punë edhe sipas meje fëmijës duhet i përkushtosh shumë, kështu që momentalisht nuk është në plan. Po, në plan, momenti i duhur, por
e kemi në... Diçka që ju ka bërë shumë përshtypje njerëzve në rrjetet sociale, dhe ata që kanë parë Blikun, ka qenë mënyra se si flet. Do me thonë, ky thëhi që e ke, e të bën shumë simpatike dhe njerëzit mbase në një formë ose tjetër nuk e di atë pëlqen, po edhe të identifikojnë për mënyrën se si flet. Tek ty si duket, si të vjen ty? Dëgjoj, secili ka mënyrën e tij. Mund pëlqen Vali, flet shumë në mënyrë shumë simpatike. Secili ka mënyrën e tij të shprehurit, të folurit, kështu që nuk më pengon as pak. Unë kjo jam. Nuk ka gjë të keqe në fund ditës, sepse ka dikush që flet me r, me s, do me thënë secili ka të vetet. Mbase vjen dhe nga Italia, do me thënë që unë s'kam bërë shkollë këtu në Shqipëri dhe kur e përkthej më vjen si italisht. Mbase kjo. Më shumë i bëri thekse dhe portokallia, pastaj rolit tënd dhe të folurit tënd. Por më thuaj pak, të kanë peguar kur ke qenë më e vogël? Nuk e di, të kanë ngacmuar, të kanë bullizuar, nuk e di? Pak në shkollë, po, do me thënë, kam pas një mosh në shkollë që më linin pak me njanë, ka patur disa bullizime, por, është një pjesë që ka kaluar, okej, më ka shënuar pak, por unë mendoj se kur je fëmijë disa gjëra nuk i kupton, edhe kur rritesh pastaj kupton se çfarë është vlera e njeriut dhe se çfarë të ka dhënë Zoti i Madh, kështu që për mua është shumë okej, jam shumë mirë, kam shëndetin të plot unë dhe familjarët e mi dhe kjo vlen, nuk më pengon asgjë tjetër. Para se dajmë tek planet e tua konkrete, sa miq ke krijuar nga ky Big Brother? Mund t'i thuash? Nuk e di, po besoj që Gimbo, përveç Selin Gimbo, Shëndriti, po, Brikena dhe shumë të tjerë. Po, grupi im që rria çdo ditë, po, por edhe shumë të tjerë që kanë dalur, që janë jashtë, i kam takuar dhe jemi shumë të lumtur. Ka ndonjë personazh që nuk doje ta kishe afër, të kishe ndonjë kontakt me të? Tani, është çështje karakteri, me thënë drejtën, se edhe në jetën reale, mbase ne të dy nuk jemi njëjtin karakter dhe mund të kemi një njohje, mund të rrim, por... Mund mos bëjmë klik si shoqëri, po, e kuptoj. Okej, ka patur disa në shtëpi që nuk më kanë pëlqyer se si sillen, por kur të dalim jashtë në ambjente pune, do respektohemi se jemi qytetar, jemi njerëz dhe pse jo. Por shoqëri të ngushtë, një disa që kam patur debate, nuk... Që i dim. I dim, po. Sonte nusë është Brikena. Unë do uroj që do mbrish dhe të shkosh atje. Si duken si qift, si duket atë që më në fund Brikena e pranoj gjithat lutje dhe pranoj edhe që tjetë e dashuraj me te. Së më thuaj pak si e she. Jam shumë e lumtur në radh parë, sepse me zi po e prisja këtë gjë. Do me thënë kam 3 muaj që se jam futur. Krejt po e presim, jo vetëm ti. Kam 3 muaj që me zi e pres edhe e dia që do vinte shumë lento, sepse e kam përjetuar bashkë me ata, por është, ka patur parimet e veta, si vajzë, tradicionaleve, nuk i kam vënë asnjëherë faj, do me thënë, e kuptoj si femër. Unë uroj që sonte në dasëm të kënaqemi, i shoh sa më mirë, uroj, do me thënë, t'jenë sa më mirë, dhe shpresoj t'jenë, do me thënë, t'lumtur dhe kur të dalin jashtë, mos jetë vetëm... Kush meriton t'jenë 3 finalistët e tjerë? Si pas mendimit tënd, da? Jo këtë do t'i, po, duke qenë dhe aty brenda, duke i parë nga afër karakteret. Tani, unë me zemër do doja Selin, Brikena, ose Mateo, ose Shëndriti, do me thënë i dua të dy. Këto janë preferuarit e mi. Por, tani varet se çfarë ndodh. Por, unë dua këta, që thash, në tjerët... Nëse dikush ka ftesë për Big Brother, çfarë do ta këshilloje? Çfarë do t'i thoje të bënte, ose si të sillet, ose... Qetësia është arma më e fortë në Big Brother. Shpesh herë, unë edhe në jetën reale kam patur shumë, do me thënë kam qetësinë e ruaj, por aty brenda është shumë e vështirë të ruash qetësinë, kështu që do i thoja qetësinë mbi gjitha edhe të kenë durim. Kjo është këshilla më e madhe, të mendojnë gjakftotësisht, edhe mos t'i marrin personale gjët, edhe pse është pak e vështirë, sidomos kur prekën disa tema, edhe familjare, edhe është pak e vështirë, por
këtë do ju uroja, që ta merrte sa më me sportivitet dhe pozitivitet. Tani, ke ndonjë plan konkret se si e mendon vazhdimin e karrierës tënde? Çfarë ke në fokus, duke marrë parasysh gjithë vëmendjen e bigut, çfarë do bësh? Tani, kanë ardhur disa oferta, normalisht. Prapë në televizion, a do... Në televizion, Okej, që më bëtë qefi shumë. Kam filluar dhe me reklamat, por jam më shumë e fokusuar në televizion. Kështu që avash, tani jemi në marrëveshje dhe do vinë shumë surpriza. Po, në televizion, ku është vetëm më shumë të fokusuar, kam parë dhe tek sport, nuk e di showbiz, ku do doje të keshe një stabilitet televiziv, në ekran? Me thënë drejton, unë jam elastike për shtatëm, nuk e kam problem. Normalisht, bota ime është bota roz, do me thënë të pasarelave, por edhe në moderim, ose dhe opinioniste, pse jo, do me thonë diçka të tillë. Jemi duke folur, projektet bukura do vinë. Okej, unë grejt falendroj shumë që mirë dhe në kanape, por t'liroj sepse kemi shku ndasëm. Do kesh minutat kështu që të shkosh dhe të mbërish atje, falendroj shumë që ishe këtu në studio, kënaqësi të madhe që takova dhe live, dhe u të uroj shumë sukses dhe faleminderit që na dhe ka shumë humor të qeshura dashuri brenda këtij edicioni, mendimet do ketë ndryshme gjithmonë, por që ti të ka trashur tash me likura dhe do t'i bësh ballë gjithë asaj se çfarë të pret. Shumë faleminderit, ishe kënaqësi e imja dhe më bëjt shumë qefi që kam ardhur këtu te ti, se e kam ndjekur shumë programin tënd, edhe mezi po prisja të vija. Jam shumë e lumtur, sidomos në Kosovë. Faleminderit. Shumë faleminderit.